Kodi i ri i gazetarëve të Maqedonisë së Veriut, i harmonizuar me sfidat bashkëkohore të profesionit, u prezantua sot në Shtëpinë Europiane në Shkup. Dokumenti vendos tekst të veçantë mbi raportimin e saktë dhe të verifikuar, transparencën, pavarësinë editoriale, mbrojtjen e privatësisë, si dhe përdorimin e përgjegjshëm të inteligjencës artificiale në gazetari. Instituti Maqedonas i Medias dhe Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë sot promovuan kodin e ri të gazetarëve të Maqedonisë, i cili përfaqëson një kornizë të modernizuar për raportim profesional dhe etik të përshtatur ndaj sfidave. Kryetari i Shoqatës të Gazetarëve të Maqedonisë, Mladen Çadikovski, në fjalën e tij theksoi se ky dokument në fakt përfaqëson një marrëveshje të re midis gazetarëve dhe publikut. Kodi aktual ka qenë themeli i gazetarisë për më shumë se 25 vjet, por bota ka ndryshuar në mënyrë drastike, ndërkohë me fluksin e platformave digjitale, algoritmeve dhe inteligjencës artificiale. Në një botë të tillë, ishte logjike të pyesim nëse parimet e vjetra etike janë të mjaftueshme. Domethënë, vlerat e themelore të gazetarisë në vitet 2000 dhe sot nuk kanë ndryshuar dhe nuk do të ndryshojnë. E vërteta, verifikimi i fakteve, pavarësia, interesi publik dhe përgjegjësia ndaj qytetarëve mbeten mbi të gjitha themeli i këtij profesioni. A i tha se kodi i ri është punuar për më shumë se 2 vite në një proces gjithëpërfshirës me gazetar, ekspert dhe organe vetërregulluese, duke krijuar një produkt autentik Maqedonas rezistent ndaj presionit. Çadikovski theksoi se gazetarët nuk janë kundër teknologjisë dhe se inteligjenca artificiale mund të ndihmojë në analizën, përkthimin dhe transkriptimin e dokumenteve, por se ajo nuk do të jetë kurrë një gazetar.